Se gënjejnë politikanët. Dezinformatat politike janë informacione të rreme ose mashtrime që krijohen me qëllim për të manipuluar publikun për përfitime politike. Politikanët shpesh i përdorin ato për të sulmuar kundërshtarët dhe për të ndikuar te votuesit. Në vend të planeve dhe zgjidhjeve konkrete, fjalimet shpesh ndorohen në fushata të zeza dhe sulme personale. Kështu, qytetarët përballen me gënjeshtra, citime të nxjerra nga konteksti dhe akuza të pabaza. Kur kundërshtari i përket një etnie tjetër, sulmet politike kthehen në etiketime ndaj një komuniteti të tërë. Pra, në vend të përgjegjësisë, përkatësia etnike përdoret si shkak për çdo dështim që ndodh. Në raste tjera, përkatësia etnike e partisë përdoret për të përfaqësuar partinë politike si viktimë dhe për të shmangur përgjegjësi të caktuara. Disa parti madje përhapin narrative dezinformuese të rrezikshme, duke u bërë zëdhënëse të propagandave antidemokratike, qofshin parti proruse ose parti euroskeptike. Dezinformatat nuk dëmtojnë vetëm kundërshtarët, por e minojnë vetë demokracinë pasi kur votohet mbi baza të rreme, vendimi nuk është i lirë dhe i mirë informuar. Prandaj, kur të votoni, keni kujdes, votoni për zgjidhje reale dhe jo për urrëtie, dhe mos harroni gjithmonë verifikoni faktet.